Kur vajti në Gjermani disa vite më parë, Besiana Shkodra nuk e mendonte kurrë se një ditë do të bëjë virale në rrjetet sociale, duke u mësuar gjermanëve këngët e vjetra shqiptare. Vajza nga Gjilani është marrë me muzikë që e vogël, kur fillimisht ka patur pasion instrumentin e violës, ndërsa më pas mbaroi fakultetin e arteve në drejtimin e muzikës klasike. Nga dëshira për të mbajtur gjallë pasionin e saj dhe nga malli për vendlindjen, vajza nga Kosova nisi të performonte me kitar në rrjetet e saj sociale, duke u bërë kështu shumë virale. E pëlqyer shumë nga gjermanët për zërin e saj melodios, e reja kur gjen kohë të lirë performon edhe në bare me audiencë gjermane, kryesisht këngë të vjetra shqiptare. Për Besianën këto këngë janë pasuria jonë kombëtare dhe i bën me aq shef performancat, pasi është rritur me këto vargje në familjen e saj, ndërsa në një të ardhme ka dëshirë që këto këngë t'ua mësoj edhe fëmijëve të saj. Ditë bukur maj unë të takova, tek pori e ullur në një lule, lulet e majit për ty ëndërova, lumturi në shpirt veç ti ma prure. Një ditë të bukur maj unë të takova, tek pori e ullur në një lule, lulet e majit për ty ëndërova, lumturi në shpirt veç ti ma prure. Por tani e vysh ke s'ke më erë, lulet e tua për mua s'kan më vlerë. Nuk e lulja bukur e ditëve t'majit, por je lulja këngësime t'vajit. Por tani e vysh ke s'ke më erë, lulet e tua për mua s'kan më vlerë. Nuk je lulja bukur e ditëve t'majit, por je lulja këngësime t'vajit. Knaqe moj, na bëre të këndojmë, si do të po dëgjova serenata, edhe pse s'kam fare zë, një zë i bukur si Besiana Shkodra, e cila vjen nga Kosova, jeton në Gjermani, ka këtë pasionin e saj të kahershëm, po edhe nga malli për vendlindjen, për të i rikthyer këngët e vjetra, i kërkon, i përshtat ato me një stil pak më modern, por vetë është duke studiuar për IT. Mirë se erdhe, Besiana. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Njohëm profilin tënd përmes Insertit, dëgjuam dhe vërtetuam që ke një zë të magjishëm, shumë të bukur. Faleminderit shumë. Dhe që je bërë kaq shumë virale në rrjetet sociale. Çfarë projekti të ka sjellë në Shqipëri rreth parë?
Këtu i kam Janë shumë, disa... duket. Janë shumë? Kemi më kryesori. Janë shumë për shkak se jetoj atje në Gjermani edhe i mbledhe gjitha projektet me një javë, mundona mi realizu gjitha ato. E kam realizu një EP që është, do më thënë, një lloj albumi vogël me 4-5 këngë gjellëra. Tash kam fillu edhe të dytën që do ta punoj në Kosovë, po jam duke punu edhe disa këngë ma moderne dhe një lloj miksi i stileve. Tani nga studimet që ke patur për viol aty në Gjermani, ke vite në fakt që këndon dhe ju mëson dhe gjermanëve këngët tona ato vjeta. Si përzgjedh ti këto këngë? Edhe si reagojnë gjermanët teksa të dëgjojnë, sepse këto i realizojnë jo vetëm në rrjetet sociale, kryesisht në TikTok, nga je bërë dhe shumë e njohur, por gjithashtu edhe me komunitetin shqiptar në Gjermani, është ai pasioni, ajo dëshira jote për t'i sjell këto, për t'i ripunuar këto këngë. Po, unë kur kam shku në Gjermani, ishte një kohë kur kam ndalu muzikën për arsye nuk e di as vetë se kam bërë gjë. Pastaj filloj malli për interpretim edhe kuptoj që nuk kam pas mundësi me qenë prezente në Kosovë, kështu që fillova në një mënyrë virtuale duke zgjedhur TikTokën si platformë për këto këngë. Në atë kohë kur kam fillu nuk kanë qenë shumë dëgjume nga një gjenerat e re këto këngë, po në shpirt gjithmonë i kam dëgju edhe kam fillu me pas ndjenën pse me vdek këto këngë, pse mos me rikthy, ndoshta ma moderne ose me një stil temin që me njerëzit me mës mi harru se janë diçka që s'mundëm. Kështu që fillova edhe në Gjermani ku bona një performancë me një bar aty dhe i zgjedha disa këngë shumë të vjetra që janë atë Si ke gjetur këto këngët e vjetra? Si ke arritur që ti gjesh, ti kërkosh, ti mësosh? Ne i kemi pas gjithmonë familje, domethënë kanë qenë pjesë e imja, vetëm i kam zgju nga gjumi me thonë ashtu këto këngë, ose i kam risjell, dhe e di që janë shumë melodike, edhe është një stil që ndoshta edhe më herët edhe popujt e tjerë e kam përdorur, për shembull, Moje bukra, more, është një stil që nuk është ashtu shumë i panjohur për veshin, dhe kur kam fillu me i këndu këto këngë, atëherë gjermanëve ju kam pëlqy shumë, ndryshe me 25 prill e kam edhe koncertën e radhës vetëm për gjerman, me audiencë gjermane. Sa bukur, pra ke po përgatitesh për këtë projekt në Gjermani, ku jeton në cilin qytet? Afër Nymbergut. Atë do ta kem një performancë, për shkak që herën e fundit që e kam pas, kanë qenë tepër të kënaqur edhe kam pas dëshirë me ndëgju më shumë rreth me muzikë. Çfarë pyetje, çfarë kurioziteti kanë patur rreth këtyre këngëve që ti interpreton aty? Ndonjëherë është teksti, po ndonjëherë them nuk mund ndoshta më përkthy aq bukur se nuk është që përdoren ato lloj fjalie, po mënyra të shprehurit, si përdorim ne këto, po sigurisht kur më pyesin nga është kjo këngë ose sa është e vjetër, kur i them për shembull Moje bukra more që është qindra vjet e vjetë, thonë wow, po si e keni rujt, si keni ardhur, dhe shpesh e marr atë që i tërheq shumë muzika ime, njihen sikur e kuptojnë edhe pse asnjë fjalë nuk e marrin vesh, e kuptojnë. Po që vlen vlerësojnë patjetër zërin tënd, interpretimin dhe mënyrën e bukur që ti e sjell dhe interpreton. Po, mënyrën e timbrit që e kam, edhe shpesh thonë kishmi pas qef që me pas edhe na një njerik të tillë që i rikthen ndoshta këngë shumë të vjetra gjermane ashtu. Ja ku erdhi dita jote që në datë 25 sa këngë do të performosh? Sa ke mbledhur për koncertin tënd? Do jenë më shumë se 10, nuk i kam zgjedh ende për shkak që di shumë dhe du me pa dhe situatën si janë publika, çfarë po kërkojnë, sepse ka me qenë diçka shumë eksperimentale, që do të thotë është në bashkëpunim me publikën. Do t'i pyes edhe publikut, a doni diçka më ritmike, balad, ose diçka se veç i kanë mësu pak ato që ai kam interpretuar. Që është shumë e rëndësishme për ty që këto këngë të mos harohen këngët e vjetra shqiptare dhe si duhet i ruajmë më mirë ato. Çfarë thirrje u bën edhe artistëve të tjerë? Për mua është e rëndësishme ndoshta që jam rrit me to, është pjesë e imja, edhe mendoj që janë shumë të punuar profesionalisht dhe të përmbushura që këngët në ditën e sotme ndoshta janë shumë të pakta që mund me arrit aton që kanë qenë këngët e vjetra, janë diçka më realistike, më të bukura, ju kanë këndu gjanave më të bukura, jo veturave ose gjërave abstrakte, ashtu diçka që s'ka kuptim. Unë bëj thirrje sigurisht që me pas modernizim në muzikë, po jo edhe devijim të pruma. Ashtu prap me pas një lloj kombinimi mes vjetrës, sepse ne nuk mundemi me ik asaj që jemi. Sa do që
shkojmë A larg. mendon se këto këngët e vjetra gjejnë një vend të mirë edhe në skenën moderne, se ti e përshtat pak dhe me stilin modern muzikën e vjetër të traditës? Mundohesh që ta sjellësh në këtë tabanin ku jetojmë? Po, sigurisht, unë i përshtati si pas stilit tem, dhe më dhënë që dëgjuesit kur e ndëgjojnë, e din sakt kush është doja interpretu atë këngë. Nuk është që shpesh e bëj qëllimisht, po është vetëm mënyra ime qysh e ndjej atan me këndu. Sigurisht që përshtatën, çdo këngë e vjetër, jo veç këngë shqipe, po edhe nëse kthejmë edhe në klasik, është diçka që është ndodhur në botë, është përshtatja dhe rikthimi i këngëve të vjetra. Pastaj ato janë veç baza, është si me njerëzimin është që... Tabanin, që janë recetat. Marim dhe pastaj moderon. Bashkëpunimit që ke patur me Naser Berishën, i cili dhe ai jeton aty në Gjermani, si ka qenë ky bashkëpunim dhe me Kriket, apo jo? Po, me Kriket. Si ka shkuar bashkëpunimi, keni bërë një videoklip bashkë, apo jo? Po, me Naserin kemi pas vetë vitin që kaloi, këngën. Unë najna edhe vendas, të më thënë jenë të dënë nga Gjilane, unë i kam bo thirrje më herët Naserit, kur isha sa isha në Kosovë, po atëherë dhe Naseri nuk ishte shumë aktiv në muzikë. Pastaj, si që tash unë ndalova dhe u riktheva në këtë formë, pastaj më shënoi Naseri, tha, e kisha bërë një këngë më herët të ti një cover, pastaj më shënoi, hej, kam një projekt, që mënoj që na u kështë përshtatë të dëve, a do më qenë pjesë, edhe sigurisht që pyetja ime ishte po. Nuk e ndëgjova as projektin, i besova plotësisht, po. Ishte një bashkëpunim i suksesshëm, si u prit nga... është prit shumë mirë. Unë shumicën e gjanave për muzikë i bëj që unë i du. Nuk e kam atë mendim si e për atë audiencë ose diçka, është nëse mu më pëlqen që a gja me bo me dikën, e bëj. Për shembull, me Naser Berishën është një ndër personazhet që unë kam pas dëshirë me pas një bashkëpunim, nuk ka lidhja është atë dietë viral apo jo, është thjesht në fitarin tim. Nuk e ti varianti që prit se po bëjmë të këngën që të ketë kaq klikime në YouTube. Jo, unë nuk për të mendoj marrë vlerësimin e audiencës. Jo, sigurisht që mundohem me i kuptu ose që ka ndëgjojmë, po më duket pak ashtu e thënë këtë për shembull çka po ndëgjojnë, ne i servojmë audiencës me ndëgju. Ne jemi ata që i japim një servim, nuk është ata neve na pyesin a bën këto me bo, që unë mendoj që kur je origjinale edhe ti nëse e don muzikën tënde, kanë me dashur edhe tjerë. Nëse ti të menu çka po dojnë tjerë, ndoshta kemi dalë jashtë vetës edhe kur nuk kemi mujt me arrit atë pikë që e don. Bukur. Unë duroj shumë suksese në të dyja profesionet, tashmë këtë pasionin për muzikën patjetër që o ta kthesh dhe e ke dhe profesion, por edhe si ekspert IT-e, pse jo? Faleminderit shumë. Do gjesh shumë punë të mirë në Gjermani, besoj, me këtë profesion, se është në kohët që po jetojnë duhet në ekspertët e IT-s në çdo moment. Do ta mbyllim me një këngë tjetër, si thua? Po. Do ta zgjidhi vetë Besiana, për t'i falenderuar shikuesit tanë, për t'i uruar një ditë të bukur dhe me tingujt e muzikës që do të këndoj Besiana Shkodra. Faleminderit shumë. Tate du fustan, ta blen tata me bajran. Tate du fustan, ta blen tata me bajran. Balon ta uke, balon ta bake, e marim satën, e shkojmë la prake. Tate du fustan, ta blen tata me bajran. Tate du këpuc, ti blen tata me majuc. Tate du këpuc, ti blen tata me majuc. Balon ta uke, balon ta bake, e marim satën, e shkojmë la prake. Tate du këpuc, ti blen tata me majuc.